një bamirësi, një shembull bamirësisë. Një hoxh ditën e xhumë po ligjeron, ama para xhumës tejtën po i vjen ëndër hoxhës filoni xhamat xhenetli. Lutni ato se duaja ti s'ka perde mes tij dhe Zotit. Thot sa mundet me pas xhamati me më diftu ëndër mu xhenetli. E xhumë në hutbë po ligjeron se cili hoxhë një xhamatin e vet, pak a shumë janë edhe hallet e dertët e peshat xhamatin po vjen mesën e xhumës ul mes xhamisë aty. Edhe hoxha plot me emocione, po thot Allahi na ka nderuar si xhamate, si xhamie. Në mesin tonë është një vllai i dashur, pa ja përmend emrin. Një vllai i dashur që nështë me iman është me grada pak më nalt, e lus vllaun ton pa ja cek emrin. Let bën dua për neve, për xhamatin të Zoti. Inshallah Allah i dynjon na lehtëson, e neve na udhëzon, na forcon, po bën dua hoxha ja nisi me çajt për emocioneve, duke bo dua hoxha në mesin e xhamisë po ninjet nizan Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Edhe bëqaj xhamat dha shpirt. Që ato që e kish pa, ëndër, edhe amanetin, vdiq në xhami. Hoxha sigurisht ka në antar kryesi xhamis, do djem që organizojnë jetën këtu në xhami, masi u borës, pe i merë që ata të afrë të pasha Zotin, një natë për para kam pa ëndër që njeri. Edhe pash ëndër më tha, lutë le të bën dua se duaja ti mes ti dhe Zotit s'ka perde. Po shkojnë të familja, nana, gruja, fëmija, babës kish pas, edhe po dojnë me marrë informata pak më shumë me qka është marrë, qka ka bo ky, s'po din jetë normale, fukara. Ama i lidh për xhami, vikën xhami se të cilin vakt. Nuk mësun kur gjë të i dash me dal prej shpijes, na unë shkrejt për thëto hoxha fende, a muj me të kalëzu dishka? Hajde. Ka 5 vjetë djali jam që mas gjysës natës më dilke për shpijes. Unë e kisha vërejt, ama aj nuk e dike që unë po e di që po del. U ktheke në shtëpi mas një ore, nesrit e vetë që aja ke fjet mirë. Asaj mu së më tregojke, edhe unë nuk desha me i dhonë presion, jes po më tregon, jo ke shku, jo ke dal. Dikur tha o hoxh, si non, si prind, e bona njetë, thash du me ru kur del edhe me njek mrapa me këqyr kanë të shku, qka është të bo? Edhe atë natë plot siklet, po e pres minutin, minutin me ra, në tha natën e mirë, u siguro ke mirë që na po flejmë ke gjumë, edhe po i dëgjoj kërsitmen e dyrve kapak, e hetova që i hapi dyrt po del, u bona gati edhe unë, edhe ju fluga mrapa me pa ka për shkën, qka është të bon? A i mas gjysës natës, dul prej shpis, edhe prej shpis loqka nanës në xhami, në bërë xhamis. Unë kënej muri, a i mrena, për hini në bërë xhamis, për thot, ja Allah, jam veç unë edhe ti. E kam bo një jetë me kanë shërptor i shpis tonë. Me pasoni s'po mundem se qaq ma ke dhonë riskin. Hini edhe i fshini banjot e xhamijës, edhe mas i dul për thot ja Rabbi, mos ma shplok këtë kontrat veç se në ditën e kiametit, në ditën e gjykimit. Mas i e kreu me banjo, hinin xhamia dhe po i fshin sejgjdet, venet, xhamin,
ka thonë Muhamedi a.s. veni më i afërt i robit me Zotin është sejdja. Ky po ja u bën gati sejdë xhamatit, po ja u fshin. Një sahat po kthehet, po shkon në shtëpi, pa marrë vesh kush shka boni të këboni. Na një bamirësi që bojmë kemi qef edhe në kongë më në qitë. Që kjo është ajo kontrata që unë e fola pak më herët se Allahi dynjon të përmirësën, ftyrën të zbardh. E inshallah dhe me nurin e ti nesën ditë kiametit. Allahi na bëv bamirës, ashtu si qa i dënë.